Sana, më lejo të të bëj një pyetje të cilën e kemi shtruar edhe më herët, sepse unë e thash edhe pak më parë që jemi në ditën e 31 të protestave, pra ka përmbushur tani më një muaj dhe jemi përpjekur nga dita e parë për ta parë në disa mënyra, në disa këndvështrime ose po e quaj në të gjitha anët e tavolinës. Nëse ndalemi tek ajo se çfarë ka deklaruar kryeministri Edi Rama ndjes, duke qenë se një nga kërkesat kryesore të kësaj proteste është pikërisht dorëheqja e tij. Ai thotë se është mandatuar jo më larg se para një viti nga mbi 800.000 votues, ndërkohë që përpiqet ta paralelizojë duke vënë përballë protestuesit të cilët kam përshtypjen, sigurisht nuk i kemi numëruar një më një, por duke u referuar shifrave të cilat merren me parafërsi, rreth 250.000 apo edhe 300.000 qofshin. Pra sipas tij, ata që e kanë votuar me ata që janë kundër tij në thonjza ose që kërkojnë dorëheqjen e tij kanë një diferencë në shifra dhe duke marrë këtë si shembull, ai thotë se unë do të qëndroj deri në 2029 sepse unë jam i mandatuar dhe do t'i bindem në një farë mënyre votuesve të mi. Ky argument për ju, sa qëndron dhe sa jo, ose si duhet lexuar kjo protestë, është lexuar si duhet? Një nga arritjet e mëdha të kësaj proteste është që ka zhveshur edhe fasadën e atyre që mbronin politikën e vjetër të Kryesisë Partisë Socialiste, duke treguar se sa profan dhe çfarë bataku argumentash kanë, çfarë konceptesh minimale intelektuale ka. E para, kontrata me qytetarin është një kontratë dhe politika nuk është perpetuum mobile, nuk është një diçka fikse, por është diçka që lëviz çdo sekond. Ti nuk mandatohesh për të bërë 4 vite çfarë të duash ti. Ti je 24 orë, çdo sekondë kësaj 24 orëve për 4 vite rresht, je në provë me qytetarët e tu. Dhe në momentin e parë që krijohet një frym ndaj teje, kundër teje, siç është krijuar fryma e protestës, diçka ndryshon në skartierën politike. Dihet kanë votuar, sot me ato që ke bërë nuk të votoj më. Dije kishte 850.000 vota, 650.000 vota sa pretendon se ka zoti Rama, sot mund të kesh 150.000 vota. Pra, politika është fleksibël, politika nuk është Qartë, pra gjërat mund të ndryshojnë edhe brenda një viti, thonë. Po. Dhe brenda një dite mund të ndryshojnë gjërat. Pra, në qoftë se në sekondë. Pra, qoftë me një vendimarrje të gabuar, po e quaj politika, ose me një vendimarrje që populli e konsideron si jo të drejtë për të. Po, duhet t'japim shembull shumë banal për ta kuptuar të gjithë mbase. Që në qoftë se ti ke marrë 650.000 vota me disa premtime lukrative, do bësh gjithçka, do të sjellësh diellin dhe hënën mbi Shqipëri dhe të del nesër një video skandal duke vjedhur, duke bërë